Bidenin, me të fjeturin Biden atje në krye dhe me leftiste apo komuniste si Kamala Harris e të tjerë që ishin atje me radha, i transgenderi që drejton të Ministrinë e Shëndetësisë aty nga këta demokratët e tjerë, u vendos që krahas flamurit amerikan të qëndronte edhe flamuri i tylberave ose ylperit, çfarë quhet ai flamuri. Agendat për të legalizuar aktivitetin e homoseksualve në Evropë, për herë të parë u legalizuan në vitet 50 në Britani. Është dhe një ditë që e kanë këta si fest, më duket se 28 qershori, që lidhet me një intervenim që bëri policia britanike në një qytet të vogël të më duket në periferi të Londrës, ku u dhunuan dhe u diskriminuan disa nga pjesëmarrësit aty në klub, të cilët ishin homoseksualë, dhe kjo konsiderohet si dita e festës e shoqatave dhe të LGTB-s.